A jena reca? Po, bën reci, më shkojmë. Po na që kena nis. Ku jeni më rëshëkus të doshur? Ti ja u bërë shëkus të doshur, ku jeni më rejo. Ti përmeni njerë qëta sponsora, s'këm qare pa e përmeni qëta sponsora të podcastit, se ma ne veç s'kena më gjërime. Folje Publishing, do më thonë aty mundi me pa podcastin. Kompania Sigal, ku mund të siguroheni. Modiumi, kompania arkitekturës që më ka ndrejsh këtë superven, falemderit Modium. Gekosi, cilë nga ka pru dën hulljen. Këtë gjeri më të bo para Ramazanit, që del në Ramazan, mos na bërtet në shumë. Qebari, një ndër baret më të mira, pedene më dhe jo, labi aty mazdere, ju pret gjithë. Prime Travel, për shumë nesër shumë Valentini u kryvish pushimet e verës, më njemi rezervu në Prime Travel, po ashtu e keni QR kodin poshtë në baner, që fëse s'kena një qatë kod me hashtag Shock Podcast, keni zbritje, kërgjë ka një pi jau qest në deti. Sponsorat i kryva me neve, sot e kom një musafire shumë nice, është një ndër femnat e pakta që është avokate, jo po DJ, avokate, e ka emnin Lil Miss. Lil Miss nuk i bjen që jo misi vogël, po që tash kom në kalzu që i bjen. Zënjush e vogël i bjen. Zënjush e vogël? Yes. Lil Miss, me ku dje je më zënjush, që veti ku je, që shje. Falenderit që na erdhe. Lut në ato. Mirë se vini, mirë se ju gjeta. Po, problemi mirë se po takohemi përsëri. Do më thonë ti e vogël je, po mes nuk e ka najhera. O, kur jom kone vogël, krejt fmi, kom e nu më jam njëre qfarte. Ku bot misi 1.57, ka mes 1.57. Po, gjëna që su bo naj halona i farë operacioni me të rritë, kështu. Operacion ka, është që të mdukët, është ti një farë si hacker, zgjaten, a më të painful, po një kësisht, mu do të me bo diversitet, vlo, qikat e trasha, po dojmë ishti në modeling, qikat shumë dëpta, qikat që apë di, me na i bit e fact, me sen. Pse jo dhe qikat e shkurta. Mu bo mes? Po, pse jo? Nuk o keq që mu bo që këtë trendi, a? Të ke fundit kërgjë e vesh da si po drum, ka? Asne që jo në konzit nuk është esenca që atë fes, duhet me dalje vogël. Mu dalu kështu, krejt modelet, për shamu jenë, kit modelet e gjata, ti dele atë, ti tuk si të najtë. Edhe bumja e vogël vesh të kollë. Edhe lira vogël. So vogël e granata. Jeni var granate edhe te. Mos të foli, mani. Jo, na për me foli na orë, se për me qitë pite e pota gjullin jove në kalume. Hajde për, qysh kalut? Ty të kom thirë më nalëshu naj muzik, naj... Ej, qare për den? Lirikzona Kuleta, emnet i vërtet. A më galëzën që të emën e mbjem pëse Kuleta, s'kështë një kërë që to Kuleta. Po, si qdo njëri në bot, na i dojnë afarët. Okej. Këtë familjarisht i do një farët? Familjarisht, po jo edhe rrethi dhe shoqnia dhe kena vendos ma mirë me njën këto Kuleta. A mu më ke thonë që është një story interesante për mra pas ti? Yes, si pas të gjitha të dhëna kështu, thonë që ju kun kështë dy vllazni, ju ka për një kuletë dhe aj që ja ka marrë kuletën i ka mbet në emri kuleta. Qa e kom baba e të më? Ja, kjo është storje shumë mati, ashtë komedita u kom baba jama, gjyshja, stërgjyshja. E aj tjetër ishte ka kom kuletën? Ka mojtë ato që e ka posë, nuk i ditë shumë. Bjem një fukaroja. Që qërë stërgjyshve të ka kop kuletën dhe që ta shrekon lirikzona fukareja. A vetë ma mirë kuleta. Kure pa ta nëzo menin e parë në atletik në Kosovë. Hej, të lutna, ka shumë të pasbulluara. Pa ta nëzo menin e parë atletik në Kosovë, edhe veni tret, urime, veni dyt, urime. Veni parë lirikzona kuleta, ha, ej, Për në me, janë nëse në me keshë të për në jena konë në shkollë të mesme, a klase a nata, nuk e di që jënë konë kështu garat adoleshentve, për një kësisht i natim ka hardë. Vendi parë, lirikzona që veç sa jo mushkuleta, kështë të tej. No, një medalje këna marë, ja, një medalje dhe një mirënjohje. A në konë alo kështu shpejt? Me raste. Varet. Po në një vaqia single të pik, djemve. Yes. Bravo. A në zonë e pirë, jo, dhe se ke sprintere. S'mon është birë, nuk mon është. E së pas na ditë që e ke shpirtin sportiv, a? E kom pas. Nejse, faktikisht edhe tash e kam munona më mirë me fitness ma shumë, po s'po më njëre që qëtu shkollë dërisa erdha. Je lodha? Shumë, alkoholi, cigarja, kur pa nalë, qa po pret? Qëse skif frajerë, së më bënë këtë Po le, qa po të vim frajerë në ditë sotit, vish probleme, vish gojle ekstra. Gojle plus? Le, vla. Lirikzon? A më tjirë lirikzon a lëmnesën. Kulet. Kur ja ke njës DJ Lockit, para sa vjetë? DJ Lockit, ja kom njës, a mi bjenë që i kom bo 3 vite, 4, ja kom fillu me një janar, vëlloj, në pandemi ja kom fillu. Okej. Po 3 vite me tije.
Po folëm profesionalisht në ashtat. As po të isha me bo në pandemi, thë për shkoj muzika. Po, punoj isha me thaj, po është ajni DJ tash. Ti që dhe me thaj ke punua? Yes, po. Ka keni parë qelë stërmetri? Tonat. A, mon men, herën e parë që kanë kuptu prend që je DJ, je DJ-ik. Qysh me thonë DJ janë femna DJ-ik. DJ-ik i thonë. Herën e parë, ka dalë posteri, nuk i kom tregu kërkojna. Faktikisht edhe se kom postu as vetë. Se s'do isha mi tregu, do isha mi provu një herë apo më pëlqena. Dhe ke marrë asha? Jo marrë, po dishysh nuk është diçka, s'po më thonë që s'm kanë suportu, po nuk është diçka që ti qikës tonë i thua, po tim bravo qika jam çu del, Te na është sa do që mundohemi me u bo evropiane, me kone evropiana, apet është pak ma, sidomos kur vjen punat e femra, është ma të stepun ashtu. Nuk është easy. Po tanaj kam fillu na e në parë dytën, ju kom tregu, po jënë kun okej kështu. Do më thonë të përkrojën? Po ta unë puna, ja, si me thonë, pa suportin e familjes, sidomos të familjes, po besoj që kur gjo heq nuk ish bo. Sen që nashta kom arrit me e kuptu shumë avon, po suporti familjes është gjithçka. Sa pari ke marrë herën e parë? Duket herën e parë s'ko marrë heq. Për një me? Yes, duket s'ko marrë heq. Ose i ko marrë 20 euro, ose s'ko marrë heq. 20 euro? Yes, 20 euro taksi, 5 euro me shku, 5 euro më të 20 euro. Shpinte 10 euro taksi. S'kallzoj. S'kallzoj se vjen. Atë marrën me shumë muzikë vëshie, bukurat, ju pëlqen muzika? Faktikisht, këto unë ishme i pyta ata, unë nuk e di. Te qysh me nënë? Jo, unë e qysh me nëjë. E merë si DJ nashta një herë nëse është e bukur, nëse të pëlqen. Po herën e dytë së në thirrët pëse është e bukur për derisa muzika u konë të merë. S'ka ditë me të bo atmosfera s'kur gjo, po besoj asë njoni nuk bën neja për mos me majt klientin. Po jo, faktikisht të kam punoj me shumicën e veneve që një ko shumë gjatë, edhe kemi ashtu një bashkëpunim s'po besoj që... A të ka ndodhë nërë me ta silë në e pronore, në e kafishët ose klubet? Jo. Për në me? Jo, sinqerisht po të thëmë se kam kështu business is business. Nashta dhe vetë nuk ja u lo hapsira, nashta ka ndodhë në i rast, në i sen, po... Jo, se ka ndodhë në Kosovë, po ka ndodhë, po s'po folje, vlo. Njeri këdhonë, për me folje ordë, jo për me maru pizze, dhe me folje. Ngëm, ato sene normalisht ndodhen, po faktikisht s'është që nuk ju javë mendi më tonë drejt, kom qef me majtë punën punë. Po dëse ma ne nështë edhe botë fështirë nuk një ishë rahat? Nështë asë një ishë rahat, po edhe një kësisht nëse më nëm për një koma gjatë që kësa nuk të shërben ty kur gjohë, qka po shkëm po pështil me një pronor, dhe qa për di e bë një qef me ty dhe dhe cet, a thirë mo, jo. Po besoj që këto dy akur që qyrë. Ate ty të të tira ta një 20 herë me presën që të të jau kopë porët. Po, më stani. Sa një tjetër. A o zërë, Lerik zonë. Ishtë të shumë jem të kesh. A o zërë me bo lidhje kër e kini se profesion? Po, është normal. Femna në klab çdo natë. Burrit e mojt bebën. Pani do të mundru na i herë, po besoj që unë jam hapi parë drejt ndryshimit. Jo, po s'po di qa me thonë, një kësisht është sa do që thash edhe njëve përsëres e Europiana, vëllo, del në klub në guzë dikosh, nuk është që gjithë kush në dijet rahat me këtë lifestyle, me këto sene. Po edhe një kësisht kur e njërin qëfare është, po besoj që s'është që duhet me konë problem kjo pjesë. Ka femna që e kam burrin që ju del gjithë do natë në klub. Po dhe, po nashta po nashta ato thell deep down si jenë të knaqna, po qa mi bu. Shqiptarët a e në gjeloza pak? Qysh jo, ta është si një kish shqiptarët, qa ta që një. A ishë martu për shamu me një DJ, do të DJ ja me konë? S'po thëmë kor, po jo. Ja, s'po di. Kër e di edhe vetë që shkojnë senet e që ndodhe që shtek, nështë ando sene kësha pas për pytje, që po di. Kështë gjelozu të që po del në klaba ishtë dhe natë. Ti po del në klaba e unë në shpëja? Ja. Këshëm pu me ranë. Garan zërimin e kështë post fort. Sigur, Në shpe, sound system. A di qysh nështë anë nësa ishë kënë DJ, unë e të isha mirë më zërëm. Isha shpëja kështë ndrejtën. As po të bënë që kja aty alon kesh me qëllim. Apo ki dota, apo ki, a? Ka, tash është ma qetë normal, si sezona o kry. A ki e bën edhe naj pun tjetër që ki përfitime, është do më thonë përfitime të kryesor është muzika? Faktikisht po përfitime kryesor është që kjo. Ashtu mirë na, kam pas gjithë qef ashtu me studiu senet ndryshme, me këshyrë ku PG i vetën, tash e kom kryu dhe një kurs marketingut, kom studiu dizajnin e modës, jam kom besa edhe valtare qendër kulturore të fëmijëve të Prishtinës, një kohë gjatë, një 8 vite. E kom pas gjithë qef ashtu me eksperimentu, po si dihet në shtatë diçka tjetër, po mënoj inshallah pianisi ma shpejt me producing, se që sojmë të e thomë, po para verës
inshallah po bëhet një EP edhe po mendoj me hi edhe ka muzika house. Domethënë ti po do me ka përcy se ketë. Po pse po ndodh që ke hip-hopin që pe ka ra shumë njëre, se di, nuk e di, po edhe s'po vlerësohet sinqerisht, e shoh që unë kam qef shumë me mbajt warm-upin, edhe në kofsha main, kam qef me hi pak, mi ras durt në warm-up, edhe në warm-up kam qef me të old school, R&B, që se sene, po e vrej shumica që tash po thojnë, a këta që dalin ashta që donata, na i sen qa për ti, so që pe kam fort qef, sidomos femrat, mu më ka ndodhë, për shambull një femër ka thonë, qa për di, që si ka dy lidhje me muzikë, pse për meni këto, jo anina knena, kur unë jëm konë të lëshu hip-hop old school, qa për di, na i sen 2000-tav në 10-tav, se si ka njoftë konë, si ka pëlqy. 2012-ën. Jo vëlla, dhe ajo 2 po dhe unë jam 2 po tash vare sa i edukum në muzikë. Se klobat dhe kafiqat jenë të ikë muzikës hip-hop. Këshire, unë e besoj që është diçka që është ashtu e ka hypin e vetë, një ko bjen, të në japet e ka hypin e vetë, e po besoj që muzika house është ma standard. Mu të ke fundit, unë e që ashtu e shë, edhe tregun e ki shumë atë gjonë me muzik house, edhe klientura aty edhe njerës të vinë të rifarloj, që apë di, të vjen një Argentinës, sa që apë di, na i kush i huj, ty të vjen se ki muzik house, një të muzik house që e ka qëtë e ka dhe atje, një të është ma international. Po, është tamon international. A menon pak që Big Brother është të ja u hup për vlerën muzikës, do më thonë njerëzit përnë shumë të fokusumë në Big Brother, edhe muzikën nuk po ecin, kongës, hip-hopi sidomos. S'po di qa me tonë, mu i me të kalzu për kafiqa që për një mek kur po është tu shfaq projme, së është që po kanë shumë punë. Po. Të merë ashtë, për një mes ta merë menja sa shumë, nështë ta kanë këto që punojnë masurët 12 apo klubet, apo kafiqa në përgjithsi që apo bojnë cëllë ditë është hone marte, prem të shtune nëse s'ka bojnë. Do këtë joftë ka një prajme. Qështë joftë, po. Hone marte e prem të shtune. Po. Ta shlogaritet prem të shtune, so di kemë kanë të ti, hajde po thujna hone marte s'ka, po faktikisht, s'po di qa me thonë varet edhe prej vendit, po... Çfarë muzike nga në kërë, për shamull, të përqep, nga një pop, nga në house? Qëra, faktikisht unë në fillim, kur ja kom nisë me lëshu muzik, house nuk e kom dashtë heq. Është diçka që është gradualisht është rritë në mu, edhe ja ka nisë me më pëlqy se një kohë kur e nisha veshtë, s'mojsha. është house ma shumë do me thëmë për njerës që morën substanca? Ne, zbesoj, ja, qëfar të, s'po di qa me thonë, morën substanca dhe këta që ngujnë një pop, që s'më nësh me... Po mire ki, po këta në ka e gjelë, bërta? Në ka të në onë t'jën, s'ta merë t'y menja qa go. Të një me je këgja kështë? E din qa ndodhë. Ka të lejtë, unë e jam... Jogurtin të kona. Jogurtin. Ajronin. Po bedhe mu ma kona ajronin. Ma shumë ajronin sa jogurtin. DJ, cilët artist ishe bo kështu? A kina artist preferum? A ishe bo official DJ e na i kujna? Jo. Për në me? Ja, njëri s'kisha mujtë, se është këqa një farë presioni. Edhe faktikisht ma mirë më shumë pagu vetë se sa me artist. Qa për blokon këtë datat verës, i mersh ato me artist, që të na nuk është që pagujnë shumë. Po thojnë ata shvaret për dhe për artistit, a mo vetë faktikisht më nëshme bo shumë a shumë. A mo vishme artist e ki pak ma letë, se vish kini alqur që ato... Ma letë, po një kësisht ti nuk po zhvillohesh si DJ. Qa për di nashta ka DJ që janë që disa vjetë me një artist edhe kanë mejtë që aty ku janë kohën, as nuk janë përmirësu teknikisht, as nuk janë me senet që janë të ungutash, varësh do të me kohën ashtu këgja i gjenë shumë. Apo dhu që i bëm pak për toca, që pritojnë se vishe din që kanë... e din që datën e ka të sigur për artistit vetë, shkon që atje i merë paret lekti ka të sigur ta dhe si anin më bërknej. Unë e vetë se kësha preferu edhe... A je mirë teknikisht? Unë e besoj që jam, kështu drej po drega i skresh halas jam të mujtë më mësu mirë edhe s'po kam qef me bo... Që kej që ashtu po më thojnë, mas hapi por me hek thajt. Mënesh edhe me thaj, mënesh. A mënesh, a? A më të s'po ta dhenë? Jo, po do të unë s'po mu i mu shliru ashtë të durë, se do të kac me boe, konstant, po është diçka që mësohet normalisht me ko. Jemi të mira me durë, po që ditë me? Po te u të loa në të nditën, që pritet. Po në me mire ki. Cila është një kongë që qëfëse të kështë thonë dikush që të kongë ki me ngu të një dhe nuk më nësh me ndru, cila në kështë ngu? Cila një kongë që e ki favorite? Në gjithë zhane, në ashtë ta mëj me thonë që e kom një kongë favorite, nuk muna me ta zgjedhë vesh një që me thonë hënë qëta. Unë akum ngu rock një ko, akum ngu popullore, akum ngu talava, akum ngu i pare mbi të ratë. Me cilën kongë vunë? Faktikisht zvuj, edhe shumë po vjeni nati që s'jam të mujtë me vujtë. Po kom qef me vujtë, jo njëri, qa është të ndodhë me mu. Për në ma. Qysh është?
Se ku për të shumë Tyren e kom që po vujtë hamencoj. Tyren e kom Vrehesh që që nga ti mentor kur tishe. Fërë në goja. E cila një kong që nuk e kështë lëshu edhe 10.000 euro më t'jep. Që s'të pëlqen heq, kështë heq. Jo, 10.000 euro mi jep. Elbrej edhe. Mos vaj gare, Ane, 500, dhe për 500 s'besoj që fitës. S'po di vëllajnë, varet prej venet, që për shembull në klub me ardh, a di që ka raste ku vinë në klub ta lypin Tahir Sinanin, ana i sem domos. Okej. S'pa i kare, po ku lypet aja ka në klub alla ile, di qysh për dhe për ngushtana DJ-ne. Qysh, që ato se kësha lëshu, jo. Në ka dhe shoqnina, ashta që ka ma ka lyp që ato dhe se ja kom lëshu. Edhe as jem konë në klub, jem konë me naj lunch, dhe në s'pa i kare. A tu kanë një dhnu në herë? Vallahi, nashta janë i dhnu, po se që ja kom lu veshin, nuk është që... Alëshën gjithë ka të thirën a i zgedhë, po alëshën të samu në për shisha bara? Në fillim, kom qru gjithë konë. Edhe faktikisht duhet, edhe pse që ajo ko gjata jetë... Vëtë vena ka 20 euro, 200 euro. Plus në këtë pandemi, se a di që janë kona të, s'ma i gore. Ku 20 euro ke shtu muaj në pandemi? A që tash 20 euro të kafe për të shkojnë. Apo folim pak për shtrajtimin e rrymës. Ankuëm pak, ja dhe të podcastin në shëllë. Ku është e vetën mas 5 vjetë, a është të e bu halo që të punë? A me në që kime bo të njetën që DJ Lokin? Të njetën, ja. Kësha bos ashtë të qef gradualisht me dojnë një biznes temen, diçka, dhe në ashtë më të arhek. Jo krejt s'po thëmë, kësha alon ashtë një herë 2 mujt me bo, amo me bo në aja të mira. Okej. Se ja, mo që tash edhe një 5 vjetë, vëllaj bëj me të qef. Se jo, në ashtë ma shumë si dihet. Varet qysh dokna, nëse dokna mire bëj. A je DJ ja vetë me hip-hopit në Kosovë? Me dje po. Po, s'ka. Yes. Ja të e ki mirë, ja i e ki kesh, me konë vishë te, nuk e di, Ja, varet, Qysh një është për që të thënë? Nice, faktikisht që ka njerë kur nolja me nëj, se dija zvet, thëm ashtë që për një meko ka që shtë pone, faktikisht se që me nëj ashtë shumë, s'po di, po është nice. Si dëri nesër, dikush thët, a përdin që ju kone para, sa do që one nuk e thëm, dikush tjetër ka me thëm. Na e më froshëri, lirikëzëm. Kuleta, ose arë, kuleta. E një me ki kuletën me vete. Qatje. A mong shtu pare kesh, a ma shumë me kartel? Me kartel, e kina bo dhe në telefon. Që është të pytje vëzë? Wow. Së pytje këtë jashtë. Që se ke bu në Instagram, Lil Miss Official? Atë pengon që kjo të artistët që e kanë official atë? Jo, ma pse jo, se ashtu kështu ka imitime, ka fan pages, ka... Pse jo, pse mësë me bo që është ta më në A kiti imitime? Ja, me dje jo. Atë ka ndodhë në erën e kur me qelë në i snap e mu bo si te? Për snap as e di, se snapin se që e përdori, ama për Instagram ka ndodhë ashtë një 2-3 herë mi nga që të profile që jenë konë. Ashtë në ashtë ta kejtë emën tjetër, që apë ti u konë a i faharia, në i sen. E ftyra jo, ne? Po, ftyra ja. Ta Tash po dhe faharia, vetla e prejme. Kërkajës. Oj, faharia, o me vetëll të prejme E, kom një bindje, që ti ki ma shumë shokë se shoqe, se në është ta puna e profesionit, a është të vërtet? E qysht ka që ke bindja, më ka vënë. Se di, je haverë, diqysh. Diqysh edhe për më bënë mu një mirë, shkësan edhe së më bënë. E ki pak ftyrë me thonë bro. Birë. Ja, birë, ja. Birë thonë vishë na i ma bazë. A i ke thonë për një me? Po. Ka, e përshëndesim na ime. A i thunë a i kuj birë? Jo. Ja, shumë rënë më doket, kur i një femrës të i thonë këtë që rënë më doket. A shonë lirë zonë? Shoj, vëlla, ja. Për një me a shonë njëre, ja? Shoj më raste. Komunikacion shumë. A jenë rëdhaz në komunikacion, a? Ka një herë jo me qëtë varet, ama për një veç apo ka të vëzit edhe në gëmë, se të shushe kam bo veç femra, s'din me vëzit, jo garant është femën, a disa moshkullin bjanë më rana ditës mu që s'din me vëzit. Okej, a menon që ke pak si tabu, se edhe po dhe shumë palidhje është diqysh, po veç ka numër ma të vogël të shofereve femra, du me thonë, edhe që ata thojnë femra. Po, ata ke po, du me thonë, si të shetë dikon për para që është ja femën këka. Kur të kthejet nga tina ai burr me musteqe. Apo vjen i nati se vëllau gjithë sa herë ka, do të thonë ka bëu dikush gabim komunikacion, ka thonë femën është edhe gjithë femën ka qellu. Apo, a? Kështu që. Ja s'po di tash asa ne as kënej. E tash ki më shumë shoka shoqe. Po them, ndoshta si numër barabart janë. Okej. Amo kështu që mbien më taku më shpesh normalisht shok. Po. Se edhe shoqën e ngushtë më njënën e kam Londër, njënën e kam Belgjik. Njënën e kam Berlin, krejt ashtu mu ka shkep, kështu që qa kam këto është 1, 2, 3 shoqë në i sen, që po folim që mu na mu shprej shkep ato, po shok. Me vujt bashk. Shumë jetë e përmenjit vujt, diçka. Vuj.
Lerikzoni. Hajde. E kena tash pjesën shok a shot. Domethënë nuk kam ta bëj ty një pyetje. Te, nëse nuk do më përgjigj, ki me pi një shot. Po, më nësh më përgjigj. Po, me ty që akon bo është, kena me bo, i ki 3 opcione. Nuk kom të përmen 3 sene. Ti e ki opcionin me bo cut, e ki opcionin me lon rezerv, edhe opcionin e parë. Domethënë, prej 3 opcioneve, dësh një me zgjedh cut, një rezerv edhe një kryesor. A më kupton? Okej, hajde. A po ta rrok? Po ma rrok pak. Po më duket se do ta rrok. Qa po ti përmeni Hajde. edhe komet ta rrok. Zone Club, Gate Club, Duplexi. Cilën e kështë hek, cilën e kështë lon rezerv, cilën është e para. Dishysh Duplexi s'është atë që po folim tash me fakte, s'është që po duhen, se s'është që punoj me asnjënin faktikisht, që me thonë njëra ashtu. As ka thirr Lerikzona? Na. Nuk është që punoj me asnjënin që me rujt ashtu, që po them tash në bazë njerëzve po flas. Ka Duplexi se vetë cigaro, dhe pse unë e du shumë atë vend, është njëra pi diskotekave të para që unë jam shku, jam knoq. Putin e porë ato e ke pas? Ja. Ajo, ku e ke po putin e porë njëri? Mos fol. Përshëndetje mamë, të dua shumë. Po hajtë se mami e din dhe qështë ka po ty mami? Po dishysh, an vete këtë vlo. Ani hajtë fal. Qashta. Kat Duplexi, ha? Po. Okej, rezerv? Rezerv gate. Zona nishi, ha? Zona nishi, po thojna. Mu personalisht që kur jem në zonë, kam kalu shumë ma mirë se sa në gate. Dhe pse dhe gate e ka lezetin e vetë, po. Po rezerv. E në që barat ka thirë labi në erë? A ke lëshu muzikë të labi? Kam lëshu, po. Për një me? Yes. Se thash ta kësha kry, se e ke ku kry. E pudhin e porë ku e ke po, be? Qatu ka tek, bre. Pa fal, be. Qatu ka tek, o vlo. A ke po zamë në Lerikzona Lëllmes, kër e ke po pudhin e porë? Lëllmes. Po, po se kër e konë vish Lerikzona, e konë qitë ma e mirë. Normal, kom lujt futbol, o vlo, qa po bre. Që dhe futbol ke lujt? Vrejt pak që të në Hej. A vesh ti klan e njëre? Po, vëlla. Po në me? Kështë më thë dhe sonë të po thash, dishysh ma qellë ma. Ja, shtot, it's okay. I like it. Okej, te e dyta shkojna. Cut bench start, Dafina tajna dhurata. Dafina tajna dhurata? Po. Ja, fillani shës. Hajde, po të pijet po më do këtë. Edhe po më pijet, po edhe jo më pëlqenjë trijat, faktikisht kanë sjell trijat diçka që nuk ngjasojnë asnjëra me njëra tjetrën, kështu që s'moj asnjë. Anë smort se edhe s'kine edhe trijat më pëlqejnë diçka. Kështu që okay. Jo më prish, po edhe hej, a të ndrojnë atë çato për të Duplexi. Te Duplex me lshu kurrë. Ja më stani, cheers. Okej, shkojna me të tretën. Unumi Sanihilli Birfesti. Mas pari kalzëm a ke lshu në të 3 festival. Unë më pedina s'ke lshu. Na. Po? Asë në Sanihil qëre se une e kam një problem. Sinqerisht, une menoj që është problemi jam, se s'është që iniciativa. E kam një problem. E kam një problem që në ta. Jo, po nuk është që lypi dikujna me bo favor sa najsenë dhe A se shkru kërkuj? Ja, halos më ka ndodhë me i thonë dikujna bo ma një datë, shtenëm qito se najsenë dhe faktikisht nështë asë shkone ti e keqe, se që ka ndodhë ti nëse i thu për një favor dikujna me të shtime lutë në Sanihil është shumë marketing i mirë, edhe nëse s'mer lek as kur gjohe që është shumë nice. Ata nuk lujnë futbol? Nështë edhe lujnë hapsira ka sa dush. Ham me plek, okej. Po jo, sinqerisht nështë e shku ma mirë, edhe këto për të ka birë festi Sanihili edhe Unumi. Kat? Që të madhe një shëtë. Edhe një, hajde. Ja, po, dishysh birë festi nuk më nështë i me lonë këtë, se është që bo në Prishtinë. Lerikzon me tempo kime na u pi ovë, ma pi dhe këtë dënë ulljen. Pi e shtrajt motërën për gjë që ka pak. Do shmë shku ma marë kërë. U kry. Okej. Cut bench start. Uj, tequil, qëmsht. Uj, tequil, qëmsht? Po. Të lënë e kështë cut. Qëmshten. A se pena? E kom pikur, jem ka një vogën që qëtash jo. Tash mo jo, ha? Ja, uj në kësha lonë të parën. Me hek? Ja, të parën, tequila ta. A mo dishu shumë keq, kushtë më shet ashtot kukua, bëten që farë qike, tequilën para qumshtë të merë. Do me dhënë qumshtë në heke, rezerv tequilën, kur s'ka ujë. Po, që me po, dishush edhe të këfjell, edhe me më gjatë që thoi një gotra ki. Ape me më gjatë një gotra. Ja, halo. Me gjatë këfjell e në diçka tjetër, po, nejse.
Shëndetje mamë, asë kështë së më folë. Au kry? Kry në do? Lirik zonë. Hajde. Ka të ben start Scratch playlista pomja. Playlistën të parën. Me hega, sa me rëndësi playlista? Jo, po është. Jo, Playlista okej, është, po. do më Po thonë. ka zëma mas fori cilën e kështë hegi. Është pak t'i gjoj se në fillim ka cut rezervë dhe... Edhe start. Po. E ka në ki cut. Cut në kupton do më thonë që kjo me he krejt. Po dhe që s'ka rëndësi. Ka rëndësi, po thojnë atë që të na jo, skreqi. Skreqi. Yes. Po. Dhe që s'dënteja. Jo, po faktikisht kur janë krejt njerëz në hype ashtu krejt u këcy, kujna pjanin ty me të këshyrë shpo bën scratch. Okej. Sështë që përderisa din me miksu e ki playlistën e mirë, po mi pëllojnë atë dytën do më thonë rezervë dhe pare playlistën. Ko edhe pse edhe po një qa shumë mirë po mi në playlistën. Besoj që dy atë janë si kamesi, dy atë janë si ofër. Si ofër, a menën që e bukur njëri? Menoj po, sështë që jo me keqe ashtës. Kërkosh si thot vetës e keqe. Okej, lirik zonë. Faleminderit. S'ki me ti mo. Po, edhe një. Që kjo është lojmë mirë. Lojmë keqe që e kena dhe një loj tjetër që quhet, a është okej. Uzjak e ke po, garant, të emisionet tjera. Në ta që mi ke këshyre. Pas ke rajt. E kom këshyrë, po si kom këshyrë nga Se shtadin ke fond. këshyre dhe kem fond dhe këshyre të pas ka i. A është okej dikush me orë me të gjytë dhe të erë me ta bullë shumë ashtë kongë? Jo, s'është okej. A Mas t'ka pari ku je ndodhë, nisë me dhe të euro. Po të në zetë ke lëshu të notën. Qa ka shqidhje ka. Jo, hej, njeri tu po tu bo. Tu përparu. A t'ka ndodhë herë? Po, më rekë me ka 5 euro vinë shama. Po një kësisht qëto request atë ishto me pare kësi i kom nalë krejtë se edhe dishysh njerit për të rizaj këtë ty të ndryshe, për shamu, nëse të qapë e dita leke një 50 që ja bëshe qefin, ja lëshishe një kongë, automatikisht të mo, nuk ishe DJ, ishe stripper, këlla, më falë një shpreje. Okej. Ja, se shqiptari e ka për një mesi për shef femra DJ, është shumë problem kur shkën dikon për herë parë me shumë muzikë. E shohin DJ femër, edhe vinë ato presin qa ku me bona, ku me di qka, ti vishë tu miksu jetu i ndru kongë, qa po pret, me dal desha, qa me bone. Tu e lip ku është kupi. A njënë e vogël ma shohin kryt dishti ka njerë të livrit. Po dhe pa të sjebe një shushte për me prit piteje që deshës, një shushte në metrë një zhilet. Hej, ka dalë. Do këtë e kine margoj për që qa kem të folë. Jo, një për qdo ven gati ka rezerva që i lojnë për mu. A me dhe të shkoma me një ven Prizren, ma tha shtikla, se ven i nice është, edhe për momentin është top në Prizren. Ma tha shtikla, dhe është dokna ma nice. Kur për shkoj, i këshim pas. Shumë, jo, te për të nalë të këshim pas ato. As me shtikla, as më isha mi prënë në gajbet, kom të ne, që më shkëshim të hija. Tu i mbira. Mbirë të gajbet. Vë që shto, që shatull shumë muzik, vë shkësha për maske. Që atë isha të shumë e voqë, për të heve një ditë marketingot. Hajde. Me bu një gojbe personale, kështë të majë. Me logo tem ato, edhe ka të shkoj një anë kontroleri, një anë gojbe. Ma ne dush me ndruja me vojtë, DJ Gojbja. Okej. A është okej me torë pranorin vesh, dhe me të thonë shahite. Në të ka ndodhë nërë. Po, të ndodhë shumë shpesh, edhe shumë më shkojnë nerva me këtë sem për thëmë hapta, se ka raste ku në jam të lëshu për një me hite, se të na që ato po të dhezin. S'ki qa bën tjetër. Lëshon hite, po apet nuk janë të knaqën, ti qa po pret, apo do me ta kryune, na një që ato për që ato. I lëshon bre për një mena 7 natin, një të lëshu hite e krejt edhe në fund apet a bën. Lësho hite. Kënej, lypin që edhe DJ-t me konë ma ndryshe, se po thonë që janë bo kështë më në tënë, kongë të njëta se cili playlistat e njëta, automatikisht nuk janë as të hapun me nisan e të reja. Unë e kam qitë problem që te hitet janë bo bajat, hitet edhe qa po dalin stasha, do të shohen, do nuk të shohen heq. Te Ildimani largë për shamull që është konga largë, është te për kongë e mirë, po ajo nuk është e hajpirat për klub. Ti që ato në sun t'al shajt, ashtë do i ki që shohen, do jo, qa me bo më vla, jo lëshon sen e të reja, jel shahite, ja kënej jën bo DJ-t njëjt. Ku? Ka? A ma apet me nej që nga shqiptarët dy sena i dojna pullën, me hongër pullën. Mesh. Edhe me vujtë, që qa ke po edhe në klab kër të lëshon në limoni, ketë kënojnë me burra, me gra, me... Po bre. Si do mos të largë e lëshojnë. Po e lëshojnë largë me rekrejt, ka edhe one i lëshoj vetë njëre. Largë e lëshojnë warm-up ma shumë ka njëherë jo. Po të lej ka ma ka fundi kër të pinë, ka pak me hinë dhe jo. Ja, atëherë shkanoj, që ashta ja. Aramama, okej. Ja, hajkore. A është okej me të shtimi pagu pijet, ose me të minusu më pages? Jo, së është okej. Ta është varet, se ka DJ që të shkojnë që ato me
5 shokë edhe 5 shokë t'i pinë të natën, është i bojnë cek 500-600 euro. Në atë rast, është okej. Do është se dyqysh edhe ti automatikisht, si jena i festivala, nuk jena i kon jemi një lunch në Prishtinë, jemi një klub në Prishtinë. Po ka vene që kam bu për shembull një pije në pare ka DJ, falë të najtë tjera ti ka pa pagesë. Për në me? Me pagesë. Me pagesë? Yes. Në Prishtinë? Yes. E të cëllën e pëndës pije në parë? Pije në parë, një herë një kafe, shkoj pak, taj Të hargjejsh e kafe. Taj një bë 52 më përzi pak, gradualisht të ndru. Hajgara, mo jo së është në rejtë. Ja, pijovë shkëllë që muzikë njëre? Ja, ma njëre. Së është që bonina krenore me thonë këtë sana për dem, po... A më strejt, a lëshë, na? Strejt. Së është që, adin, nashta më dohet pak me ushliru, pak... Më mzeje. Po, me hek pak ato në këthin, se faktikisht edhe mu këtë që am kap një var emocioni. Sa të që nashta një ven, jam ko 100 herë të lëshu, nashta ka një natë, vësë jam trep në kapin të, si mi lëshu për herë të parë më dohet. E qa një shatës, qa ki me bo... A ki kështu anxiety para publikës, a? Shumë kam ka një herë, bile... Shumë kam, a di që ka pas rastin ashta qa qkeq, ashta që jem konë me panic attacks, më ka kap në skenë, po diqysh e kom menagju një farë mënyrë, e su vrejt, po vëlla, është këgja sen kështë që nuk është që të shërben mirë në këtë botë. E, apo në lidhje me që drejtëm? Normalisht, po, ta. Cila është mënyra që të e luftojnë qëto? Vish diqysh, më nëra me gjithë shkakun, se ta shfundu këtë ditë, jam pak si psikologe. E këthujma në psikologi, krejt tema sa t'i ginavri. Me ditë shkakun, me ditë që kur gjo besa nuk është qa që madhe sa që ty në doket në krytan, frim fele dhe qelë, se nuk është kur gjo heq, bile që të pun t'i veden, vetë besimi mas shumë t'i t'kryin punkta. Për dërisa hen, adin që nashta unë kom tut, dërisa t'hitin rojt dy kong. Si t'hitin rojt dy kong, u kry mo thëm s'pas në arru, po desha. Okej, nice, super. Okej. A është okej warm-up DJ me call na janë para main DJ? S'është okej. S'është okej, pa mas vaj gore. Nuk i as të e call na janë, ti qysh po dënë... Jeto e shymë na janë. Jeto e shymë, vlo. Ti jetu i alëshu këngët ma hype të momentit, për me bo DJ-n tjetër mos me pas material, po për derisa edhe njerës tjerë ty nashta na një që nuk del shpesh, thot a bedin muzika të fort, a bëllshoj ka, po ajt që dele din që është jeta, ajt se lëgarit ato warm-up, se ajt nashta barabart me kong warm-up, është të shku warm-up edhe me pije. Po. Ty si jetu e nëzhe, ato jetu i aprish me fillim. Ka DJ që e bojnë këta për i natit një tjetër të shumë. A të ka ndodhë? Po, më ka ndodhë. Më ka ndodhë, nashta jena konë 3 DJ, unë e kom mejt e fundit, që me mejt pa material, pa pet, ka pas material, ki material sa dush, veç varet sa punën sa gjenë. Po të kanë erë për shambullon e dal, edhe jënë 2-3 DJ-ja, edhe 3 të lëshojnë kongën e njajtë. Shumë pa lidhja. Okej, po të kuptoj se kim playlist edhe nuk është që nuk ja unin, po faktikisht ju jeni dal për qata njerë që ato në klub. Kujdes në dhe pak qa po një naj, se po më ka ra dhe mu me DJ tjerë. Hina është ta një kongë që më doket për shambull që është për warm-up, dikuj naj doket e mirë për... Për me call. Po, për me call. S'po di qa me të nuk e preferoj. Bëhet mirë. Bëhet mirë. A është do ke më puth në klub? Po, mëre, knashnë. Te, jo njerëzit. Una, ja. Me në që tjerë. E që da ta më knasht të ju? Unë e knashna me ritëm të muzikës, okej? Ja, punën që e bëj shumë e qafë, që ashtu knashna. A puthër me muzikë, apa? Po, me muzikë. Me muzikë? Nëse jo e me ndova muzikën si njeri. Jenë kërë me të dashërin tënë, kush e monë muzikën? S'kom dashur se të kisha Po, me ne kështu, për shumë. Nëse kisha pas, mu së është që manin, unë e shumicën e Kimje dashur doktor, për shumë. Folëm për... Kush e monë muzikën në kërë? Në kërë tam, kërkosh vëlla. Unë mu së më pëlqen me ngu muzikë të vëzit, për shumë jam rrugës në ashtu shku mu i me ngu në një të këtë radio dhe ato. Po thojnë a radio, sinqerisht radio. A radio nga na? Radio nga i, po pritoj vëlla mu kam po më në tënë, qaj nga edhe për veti, faktikisht mu nuna dhe me i lëshu në vene që lëshaju në muzikë. Kryt dham, ty mas nëhes me më pëlsit më kere, ato vum. Apo mire kisë. Too much është. Erdhe më të morë. Yes! Erdhe me morë lirikzonën. DJ Lil Mes, kja ke kejtë. Për son të e, s'la sam pat vetë në këtë. A kom arru në e sam në vetë? Jo, vëlla. Për në ma? Ja, për një me këtë e prubilja. Pak e kena dhe vërë. Jera të një orë në gjithë të prujna. E falenderit shumë.
Thank you për teja. Për një më vjen shumë mirë që e ke marrë guximin edhe jetë e boq to, se edhe me kon vish vetë është pak për një më është interesant po dhe weird në anën tjetër, apo. Na është më mirë më kon edhe një DJ tjetër femër, apo që më kon dy. Që më kon një farë garë, se të qëta s'ki edhe shumë garë. Po, gjithë kam thonë, garat bojnë mirë, po qa për di, këtë Që marrë. kom po se ato gratë që kështë të kërë emisionin e i në lovin dhe vek, shtash për momentin të dera jenë ato full. Okej, kjo ke kejt me mu fisë në epizodën në 4 të Shok Podcastit, me neve ke Lirikzona Kuleta, cila ka kalu në kartel, tash vish me telefon të pagun, na shije me javën tjetër. Bye bye!